Rikthehemi miq, shikoni sa bukur këtu ku jam unë, quhet qafë shkallë, jemi shumë afër qytetit Belçit. Belçin e kanë bërë bukur, vinë turistët, po çështja është se fshati po ikën drejtim pa ditur. Banorët thonë se po u merret toka nga një individ i cili është kompensuar në 2017 nga qeveria shqiptare dhe tokat e gjyshëve të banorëve autokton janë dhënë këtij personi. Kjo ka bërë edhe kjo ka nxitur, le të themi, edhe protestën e banorëve që kanë një javë që protestojnë para bashkisë. Si quajt? Përshëndetje, miserat. Unë jam Fesim Dervishi. Aktualisht jam 32 vjeç. Edhe problemi, siç e thanë dhe bashkëtarët tanë, është problemi me tokat që ne kemi trashëguara gjysh brez pas brezi, domethënë, shumë vite më para. Edhe I keni letrat e vjetra, se të reja s'keni. Jo, letrat e reja, siç e tha dhe zotnia, siç hyjmë ashtu dalim, pas një lloj shpjegimi. Duke marrë shkas nga të gjitha këto, unë jam shumë i prekur normalisht, në rast se mu nuk do më lihet ajo pronë atje, unë bashkë me familjen time, do marrë thesin kurriz edhe si gjithë shokët e tjerë. Biles, me këtë që ka ndodhur vllai im, siç e tha dhe babi më parë, do që të rikthehet në Italia, të zhvillojmë akoma shumë bujqësi. E kam plan akoma që të shtoj vreshtarin, po me këtë situatë nuk e shtoj dot. Edhe se shteti prap nuk ka dhënë i subvencion. Prap nuk na ka gjetur atë tregun për shqitjen e vajit. Ne e kemi gjetur në mënyrë shoqërore. 5 litra ke njëri, 5 litra ke tjetri. Edhe rruga që na fshati, domethënë me ardhe këtu ku jemi ne sot, bëhet fjalë diku ke 5 kilometra rrugë, është hapur nga të gjitha fshatarët që shikon këtu. Ajo që desh ngecëm ne, po me forcat tuaja. Është hapur në mënyrë private. Domethënë kush 200.000 lekë, kush 500, simas tokës sipërfaqes që kishte, kemi menduar me fshatin që ja ta dëgjojmë të lutem. Un kam kaq sipërfaqe tokë, edhe un do fus 5 lekë më tepër. Kush më shumë e kush më pak. Pra po të ishte rruga do ishte më mirë. Po s'bëhet fjalë, po ne se kemi pas fare këtë ndihmë na bashkia ose na shtetin përgjithësi, që të na hapësh kjo rrugë që të vim neve na bëhet puna më lehtë. Si për zitorisin, për çdo lloj gjoja. Edhe në rast zjarri, para 2 vitesh, ka qenë zjarr që rrezikoi edhe fshatin poshtë. Fal tyre burrave, atë shikosh ai atje, ky burri këtu. Këta e fshin, këta e fikën zjarrin? Po mos kishin qenë zitorat, fshati rrezikoi. Me çfarë zjarr fikse do vishim? Atë të Belçit që është e kohës porz, ma re është gjyshja ime sa zjarr fikse e Belçit. Ma atë do vish. Me 200 litra ujë. Që ky rrezikoi jetën e vet edhe mjetin e vet. Për të mbrojtur gjithë toja çfarë shikon këtu çajon hapur. Edhe zjarri thanë që u vuj qëllimshëm. Atë din ata, se ç'është thonë. Ne fikim një herë, kryet 3 ditë të vu prap. Ju i qëllimshëm nga ju, jo. Thanë thjesht i qëllimshëm. Po normal që i qëllimshëm, nuk si vun emër poshtë, po. Jo. Në rast se nuk i jepet zgjidhje këtij muhabeti, do mbi keq për prindrit e mi, edhe për çka kam ndërtuar aty në fshat. Do vi shumë shpejt, në rast se nuk i jepet zgjidhje, unë do largohem. Edhe do mbi keq për çka kam derdh mundet të djerës tuaja. Edhe nuk do gëzoj ato që kam ndërtuar atje poshtë në fshat, në fush. Sepse unë nuk e du kurbetën, kam qenë kurbet. Pse valla, të punoj këtu në tokë timo. O ta mirëmaj. Se po e çat shikosh ti rini ka ike. 2 çuna, 3 çuna jemi në fshat ne. Unë dhe ai se jemi bashkë moshatar. Pjesa tjetër shef gjithë në emigrim. Kanë ikë gjithë? Po nuk ka, boj qefin 5 çuna janë në fshat, mosha ime, as nuk janë 5 çuna mosha ime. Gjithë janë larguar. Edhe jeni shumë afër. Po jemi afër, po çfarë? Shumë afër, sa është Belçi? 2 kilometra sa është? Po 2 kilometra. Për çfarë na intereson ato pllakat që mbelesh? Kryeministri thotë ktheu, unë i thot bëni bujtina, thot. Po se ku ka thonë ai që gjithë burrat e Shqipërisë kanë dalë çryk, se është ai çryk dhe ikë dhoni me. Se thotë ai. Po ne burrat ashtu na kanë bënë çryk. Se jemi, se ka teptis vetaj, nuk do teptisin gjitha burrat duhet. Ti ç'a do i thoje po ta kishe kaq afër sa unë? Po ta kisha kaq afër ti ishe këtu me ta kisha prezantu, do i thoja. Burri nderuar. Këtë tokë që kam këtu ja, mirë se është tokë gjyshi. Më thuj që kaq është taksa, do ta mbash? Po. Edhe unë jam i detyruar ti paguaj taksa. Pra Royal Liri. Po prap nuk vjen ai, se unë po t'i them morti zotni, unë po punoj. Po e kultivoj, po e rris. Paktën më jep i rrugë zgjidhje edhe për tregun. Po prap tregun asnjë, siç e dinë gjitha burrat, dhe shesin me bidona në përdor. S'ka, duhet të rregullator shteti. Dhe shteti na ka kthy kurrizin siç po ngrohemi sot me këtë diell të madh, po na knaq.
po kullosim dhe syt me këtë jeshillik. Po pra thash unë këtu është bukur ti se bujtina. Shoqë. Çe Po do? bujtinën da bëhet ti kudo ai, jo kudo. Me qartë. Kështu që është vjen keq për këtë vend që është katandis kështu me këtë lloj far feje, far mënyre. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.